Përshëndetje, mirë se vini. Kënaqësi do të kem drejt për së drejti, përpara se sa ndalemi tek kampionati në Turqi, dua ta nis me një pyetje, është një lajm i fundit në fakt, Partizani ka shkarkuar trajnerin Kërnaja, i dyti brenda këtij sezoni dhe nuk e di si e gjykoni këtë vendim, mendoni se erdhi për shkak të humbjes në derbi ndaj Tiranës? Po ndoshta humbja në derbi mund të ketë qenë themi pika që derdhi kupën, sepse Partizani ishte në një krizë rezultatesh, nuk fitonte prej 6 apo 7 javësh bashkë me derbin në total, dhe kjo ka penalizuar jo pak edhe në atë garën e vet për një vend në Final Four, ndodhet se është akoma në garë pasi është me pikë barabarta me Dinamon. Megjithatë, le të themi që ishte disi surprizë sepse edhe zvendësimi nuk u bë nga ndonjë trajner i njohur i afirmuar tashmë për t'i dhënë një tjetër impuls ambientit, por thjesht u la në dorë të ndihmësve dhe drejtorit sportiv. Pra, nuk është se bëri një zgjedhje, po themi më të mirë, duke sjellë një trajner më me eksperiencë se sa Kërnaja për t'i dhënë një marsh tjetër skuadrës në 3 ndeshjet e mbetura, por thjesht hoqi një trajner për ta lënë skuadrën pa trajner. Pra një zgjedhje deri diku në kufit e paradoksit, si thua, e pa kuptueshme, 3 javë nga fundi, nuk e dim se çfarë mund të bëjë dikush tjetër në drejtimin e klubit. Megjithatë, duhet parë se si kanë qenë dinamikat brenda ekipit dhe pse kemi përfunduar tek